Mirëdita dhe përshëndetje. Duhet falënderoj organizatorët e këtij takimi për një çështje të rëndësisë parësore për qytetarë shqiptar për vendin në tërësi, për zhvillimin e Shqipërisë. Reforma apo shkatrimi që u bë qeverisës vendore pas ardhjes në pushtet të Partisë së Krimit është një nga goditjet më të rënda që u dha interesave të qytetarit shqiptar, që ju dha zhvillimit të vendit. Zhvillimit të vendit. Në mënyrën më absurde, që shkon gjërë në një krim kombëtar. Në Shqipëri, vendin që rreth 75-80% të teritorit të saj e ka malor dhe kodrinor, u vendos një model që s'ekziston gjëkundi as në vendet në të sheshta të botës. Pra, ky vend me teritorin më malor u vendos në një model të fshirjes së populatës nga këto teritore. Dhe sot që krye-ignoranti, dhe jo vetëm krye-ignorant, por është një armik që bëri këtë reformë, zbaton paketën e maleve në Maminas. Se atje ku janë malet, banor nuk ka më. Ose ka shumë pak banor. Nuk ka më vlerë asnjë investim atje. Në këtë akt që ky bëri. Antireforma që u bë qeverisë vendore kishte dy kritere themelore. Vjedhjen, votën. Votën dhe vjedhjen, vjedhjen dhe votën. U shuan me një trënd lapsit me dhjetra komuna dhe bashki kundërshtare dhe u bën ndarje të tilla ku në një korpus prej 1 milion banor ka vetëm 4 njësi të qeverisë vendore dhe në një korpus tjetër me 120.000 banor ka 7 njësi të qeverisës vendore. Krahasimi është Tirana dhe Gjirokastra. A mund të imagjinoni ju se çfarë në një kohë kur Kashari është qyteti Nantë në vitin 2011
ka qenë qyteti i 9 më i madh i Shqipërisë në banor, në regjistrim në vitin 2011. Se regjistrimi i fundit është i falsifikuar, asnjë shqiptar ftoj të mos i referohen se janë shifra të gatuara një vit rresht në Institutin e Mashtrimit Statistikave. Pra, nuk ka paralel. Në qoftë se merr Zvicrën, një vend malor, ka 2110 bashki. 2110 bashki. Në qoftë se merr Austrinë, një nga vendet më malore, ka 2095 bashki, apo njësi të qeverisjes vendore. Kurse Shqipëria, me 2 plan fush dhe tërësisht male kodër, nga 410 njësi të qeverisjes vendore, u reduktuan në 60 bashki të vendit. Rezultati është katastrofal. Katastrofal. Në qoftë se shkon në të gjithë territoret rurale, koha është e ndaluar. Ndalon koha kur nuk investohet infrastrukturë, ndalon koha kur infrastruktura shkatrohet, ndalon koha kur banorët largohen. Largohen masivisht. Nuk është fjala, procesi urbanizimit është një ligj i zhvillimit, por kur ky ndodh për shkak të kushteve të papërshtatshme jetësore, ky është spastrim etnik. Ata ikin sepse çfarë kishte platforma e Çubrilovicit, mos ndërto rrugë, mos ndërto shërbime, mos ndërto shkolla. Kjo është ajo, nuk është e tëra vriti, jo, nuk është ashtu. Dhe mërziti që të largohen. Thelbi i platformës Çubrilovicit për shqiptarët në Kosovë është të mërzitën që të largohen nga vendi i tyre. Edhe këtu, reforma e antireforma e Edi Rams është një komponent thelbësor i platformës së Çubrilovicit për spastrimin e Shqipërisë. Qytetet e tëra janë zbraz nga shërbimet bazë publike, nga institucionet bazë që përbëjnë edhe krenarin e të qenit e funksioneve të tyre. Ato nuk ofrojnë qytetarëve dot shërbimet. Për të nxjerrë një dokument në arkivin e qytetit Mira Vjeçar, qytetari i Shkodrës do të shkojnë Mirdit, sa atje ka gjetë magazinat për të depozituar arkiven e Edi Rama. Në kohë kur rrethet kanë pasurinë e tyre, kanë traditë e tyre, por mbi të gjitha qytetarët do të kenë shërbimin talje aq i Albania, që tani duhet quhet, tani e tutje
Ergysa Gasi Albania, shtoni EA Albania. I Albania është posta e Hazirit. Cila ishte posta e Hazirit? E kam treguar edhe herë të tjera. Haziri ishte një patriot dhe ishte postier. Mirë të postën nga Kuksi e silte në Tropoj. Por shifte letrën, po kjo letër thot, me siguri yllit ja kërkojnë djalin ushtar, e hillte ndri. Kjo letër tjetër për filanin, me siguri kërkojnë xhandarm të arrestojnë, e hillte ndri. Haziri e bëndër nga vullneti për të asistuar qytetarëve, po i Albania e bërë nuk funksionon. Prandaj të mendosh se do të përfitoj nga i Albania qytetari në Pogon, apo qytetari në Valbon, apo qytetari në Theth, apo në zona tjera ku internetis funksionon mes Tiranës dhe u funksionoj ka atyre, do të thotë të talësh me qytetarët. Do të thotë të talësh me qytetarët. Dhe tani sfundi, pse bën këto vetëm për të vjetë, tani sfundi, Shqipëria bëhet vendi unik në botë me një zyrë të vetme kadastrale në kryeqytet për gjithë vendin. E merrni vesh ju sepse grabitja dhe plaçkitja e pasurive publike, e tokave, brigjeve, trojeve, është tani përparësi absolute e këtij regjimi. Është përparësi absolute. Ndaj dhe undala në këtë hyrje jo për të bërë politik, por undala në këtë hyrje për të theksuar se si u braktisën qytetarët nga kjo reformë. Do më fani, unë do jap cila që një nga sukseset më të mëdha që arriti qeveria e Partisë Demokratike në zhvillim në Shqipërisë rurale, në të cilën janë investuar mbi 3 miliard euro me thesar, ishte prania e qeverive vendore, kudo. Parimi, ju projektet, qeveria fondet. Kjo është një çështje shumë themelore, do të kuptojmë një gjë. Nuk është paraja kryesorja, jo absolutisht. Më kryesore për një qeveri janë projektet dhe një qeveri si përballon do të kur, cila do qoftë ajo në botë. Nuk ka qeveri në botë sot që nuk funksionon me këtë parim që mund të përballoj projekt. Po kjo është zhvillim, përndryshe nuk zhvillohesh. E kam theksuar dhe herë tjera, Agim Hoxha në Xhavzotaj ka investuar në një mandat. Ka asfaltuar 49 kilometra rrugë, Edi Rama ka asfaltuar po atë mandat në Bashkinë e Tiranës 12 kilometra rrugë. Sepse Agim Xhafa zhvillonte komunë dhe nuk i vidhte parat, Edi Rama i vidhte ose i shtonte në rroga për patronazhist dhe demonstrues. Pra, është kusht themelor vetëm një bashkëpunim i qeverisë qendrore me qeverinë vendore, me qëllim zhvillim në vendit, me qëllim themelor zhvillim në vendit, mund të realizojë këtë proces. Shkoni në komuna, s'ka më investime. Kanë përfunduar vetëm ato projekte të cilat ishin të nisura dhe investime në Shqipërinë rurale nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë.
Nuk ekziston. Nuk ekzistonte për Erion Velin Tirana rurale. Përveç të tek shpella e plumave, se ku është një vend turistik aty. Nuk ekzistojnë. Pra, ju dha një goditje fatale procesit të zhvillimit të vendit. Përveç kësaj, ky të cilin me të drejtë Michael Martin se ka quajtur kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit, ky e trajtoi veriun absolutisht më keq se çdo pushtues tjetër në historinë e tij. Po. Disproporcioni i investimeve nga Fushkruja, Gjervermosh, të marras bashku investimet lokale janë barabarta me tendrat që ka fituar Motra e Tërmet Peçit në Tepelen. Imagjinoni ju, po, se me çfarë urrëtie trajtoi ky popullatën që nuk votonte si duhet për të, po nuk e fshehu ama. Fushata elektorale e tij ishte hapur, pos votuat, mua nuk do keni financime. Ky këtë nuk e fshehu. Çka është motiv për kryengritje të fuqishme të gjitha zonave të injoruara dhe të bojkotuara gjatë këtyre 13 viteve nga qeveria pas saj pseudo-reforme apo anti-reforme që ka kryer. Tani, ku qëndrojmë ne sot? Se këto ka ndodhur. Ne duhet të japim përgjigjen më të shkëlqyer dy çështjeve themelore. Së pari, interesave dhe shërbimeve të qytetarëve shqiptar. Së dyti, përshtatjen me të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, masi siç dihet, Europa e Bashkuar është dhe Europa e rajoneve. Dhe Europa e rajoneve është pikërisht projekti me të cilin Bashkimi Evropian synon që të mos të ketë zhvillim të harmonishëm në të gjitha rajonet e hapësirës europiane. Me parimin e parë, thash, u shumëzua me 0 relievi i vendit. Vetëm një armik apo një ignorant i degraduar mund vepronte në këtë mënyrë. Shqipëria ka, për shkak të këtij relievi, 18.000 kilometra rrugë, 18.300. Është relievi që i dikton këto. Ndaj dhe ne duhet kemi 2 standarde. Standardin për Shqipërinë malore kodrinore. Duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banor, sa ajo është proces i gjatë ripopullimit. Por duhet rikthehen në të gjitha zonat kodrinore dhe malore në të cilat ka, sa të themine,
1.500 ose 1.300 banor. Franca numëron 35.000 komuna. Franca nuk është vend malu, Franca është fusha ka male, por është fusha e Europës, është bujqësia europiane, është potenciali më i madh bujqësor i Europës. Dhe Franca ka komunat, ka 36.000 komuna dhe ka komuna me 1.500 banor. 1.500 banor. Ndaj dhe ne duhet të rikthejmë më shpejtësi me përparësi në zonat kodrinore malore, shërbimet, komunat, si thirrja e fundit dhe mundësia e fundit për të mos i përjashtua ato nga territori i Shqipërisë. Sa ato po shtrohen në zonat vdekura, në një kohë kur në vendet tjera ato përbëjnë pasuri mahnitse, pasuri prallore. Pasuri prallore. Po të shkosh këtu, mbrapa Dajtit, Gjernë Martanesh, është një nga masivet malore më të bukura të Shqipërisë dhe të Europës. Nuk shkon dot kush. S'ka. Shkojnë ushtarë që bëjnë stërvitje, edhe e kanë bizën si pikën më të përshtatshme të stërvitjes, ndërkohë kur biza mund të ishte edhe një nga qendrat më të bukura turistike të kryeqytetit. Po jo s'ka. Çfarë del jashtë unazave e destinuar të shkatrohet, do të marrë fund kjo. 2. Duhet të përcaktohet numri banorëve për bashkit në qytetat apo qytetet satelitet qyteteve të mëdha. Dhe duhet rikthehen bashkit apo komunat, si do jetë termi. Imagjinoni ju Tirana. Pas Kuqani, Kamza është qyteti 6, më i madh në Shqipëri 2011, gjithnjë se këti nuk i referohet ndonjëherë këtij censusit të mashtruar të Edi Ramës, po i 2011 është i sakti. Asnjë lloj motivi nuk kishte, asgjë, vetëm urrejtja. Prandaj dhe duhet të krijohen bashkit në mënyrë që aty ku është e mundur 110.000 banor ka Sukthi. Imagjinoni ju. I shur. Sukthi është 2 herë sa Shijaku në banor. Nuk ka anësi për Edi Ramën. Pra, duhet të bëjmë një përpjekje të madhe për një hartë e cila duhet bazohet në kritere shkencore, demografike, territoriale, ku të ketë 2 parime themelore, shërbimet ndaj qytetarit dhe zhvillim në vendit. U them unë ju, Zvicra paguën fshatarët për të qëndruar në zonat ku janë. I paguën dhe me një kontratë rigoroze për shërbimin shtetësor. Sepse atje ka gjallëri turistike shumë të madhe pastaj në ato komunitete. Kurse ky merr masa të gjithanshme që të largohen. Por ne do bëjmë në reformën tonë, do kemi parasysh këto kriteret.
Së dyti, rajonet. Ne duhet, kjo e ka mendjen të komitetet ekzekutive. E keni vurë, kjo do me këthyë komitetet ekzekutive. Se kjo tani i çveshur nga çdo lloj njohurie për qeverisjen përveç atyre që ka trashëguar nga etrit e tij, në mbledhjen e fundit të asamblesë krimit, tema ishte raporton ministri e parlamentit. U kthye komiteti qendror. Unë nuk bajme në biro politike, por komitet qendror nuk e dija raportonin ministrat apo jo. Ky kthej tani raportojnë ministrat në komitetin qendror të partisë krimit. Po i ka është në korat e fundit dhe përpiqet të shpik çdo lloj mënyre për të mbijetuar. Pra, ne nuk kemi punë me komitetet ekzekutive. Përkundrazi, ne jemi për zbatuar të gjithë të drejtat kushtetuese të qeverive vendore. Decentralizimi dhe dekoncentrimi. Dekoncentrimi është një parim tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për të balancuar pushtetet, edhe për të nda pushtetet. Në qoftë se parimi dekoncentrimit është një parim i domosdoshëm edhe për ekzekutivin në vetvete, ky ka zbatuar hiperkoncentrimin.